Në ditët e rënda pas humbjes së shpatkasapit, bashkëshortja e tij ka folur me shumë dhimbje për gjendjen emocionale të djalit të tyre të vogël. Edhe pse vetëm 4 vjeç, më i vogli i familjes e ka ndjerë thellë mungesën e babait, dhe sipas saj, plagët që janë hapur atij janë të padukshme, por tepër të thella. Ajo tregoi se fillimisht fëmia nuk e kuptonte plotësisht situatën. Ai vazhdonte ta kërkonte babain e tij në çdo cep të shtëpisë, pyeste se ku ishte dhe pse nuk po kthehej nga Italia. Në tregimin e saj, gruaja thoshte se momentet më të vështira ishin kur ai ngrihej në mëngjes dhe shkonte drejt derës së dhomës së shpatit, sikur ta priste me atë buzëqeshjen e gjerë që kishte zakonisht. Çdo herë që nuk e gjente aty, fytyra e tij zbehej dhe syt i mbusheshin me pasiguri. Sipas saj, djali e ka ndjerë energjinë e trishtuar në shtëpi, heshtjen që ka zëvendësuar bisedat e mëparshme dhe mungesën e të qeshurave të babait. Ajo tregoi se i vogli e përmend shpesh shpatin, duke thënë se do ta kishte dashur t'i kthente edhe një përqafim të fundit. Her pas here, ai pyet nëse babai mund ta dëgjojë kur i flet, ose nëse ai e sheh kur ai luan apo kur flet gjumë. Gruaja u shpreh se për një fëmijë kaq të vogël është pothuajse e pamundur të shpjegosh plotësisht konceptin e humbjes. Ajo tregon se her pas here ai afrohet te fotografia e shpatit, e prek me duar të vogla dhe thot: "Babi, kthehu shpejt." Kjo fjali, sipas saj, është një goditje e fortë në zemër, një kujtesë e përditshme se i vogli ka humbur figurën më të rëndësishme mashkullore në jetën e tij, dhe se tani i duhet të rritet me kujtimet e njeriut që e deshi më shumë se çdo gjë në botë. Ajo theksoi se po bën të pamundurën për ta mbrojtur djalin nga dhimbja, duke i dhënë siguri, dashuri dhe praninë që i mungon. Megjithatë, ajo pranoi se ka momente kur ai është i përhumbur, i heshtur dhe thjesht i ulet pranë duke i qëndruar më pranë se zakonisht, si të kërkonte nëna e tij një mburojë nga dhimbja që nuk e kupton plotësisht, por e ndjen shumë. Në një moment shumë prekës, gruaja tregoi se djali shpesh i kërkon asaj të shikojë videot e shpatit duke kënduar, sepse zëri i babit e bën të ndihet më mirë. Këto janë momente që e thyejnë zemrën, por njëkohësisht e mbajnë gjallë kujtimin e shpatit në jetën e djalit të tyre. Gjithashtu, ajo u shpreh se e ka shumë të vështirë ta shohë djalin të ketë pyetje që nuk din të marrin përgjigje. Ai pyet pse të gjithë qajnë, pse shtëpia është kaq e qetë dhe pse babai po fle kaq gjatë. Ajo përpiqet t'i japi një shpjegim që të mos e friksojë, por as ta ngushëllojë me gënjeshtra. Sipas saj, dhimbja e një fëmie është ndoshta dhimbja më e padurueshme për një prind. Ai nuk di të shprehet si një i rritur, nuk di të flas për mungesa, as të përpunojë emocionet. Ai thjesht ndjen boshllëkun dhe e kërkon babain e tij me pafajsinë që vetëm një fëmijë ka. Në fund, gruaja tha se edhe pse rruga që kanë përpara është e gjatë dhe vështirë, ajo do të bëjë të pamundurën që djali i tyre të rritet duke ditur se sa shumë e kishte dashur babai, sa krenar ishte për të dhe se sa shumë do të kishte dashur ta shikonte të rritej. Ai shtoi se shpati mund të mos jetë fizikisht pranë tyre, por dashuria e tij është ende aty, në çdo kujtim, në çdo fotografi, në çdo këngë që ka lënë pas.